Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata të bekimet të Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjet e shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Mirë se po takojmë edhe sonte në takimin e radhës në emisionin ton të drejt për drejt, ky është i dërguari. Kemi folur në takimin e kaluar për marrëveshjen e Hudejbie dhe kemi thënë se kjo marrëveshje konsiderohet të rëndësishme dhe shumë dobiprurse në favor të Muhamedit alayhi salatu wasallam dhe shokëve të tij. Edhe pse ishte shumë e komplikuar, derisa erdhi tek marrëveshja kishte goxha pengesa dhe barierat vazhdueshme që tentonin të vendosin kurreshtë e Mekës. Megjithatë, në fund u nëshua marrëveshja. Kemi përmendur disa nga pikat e kësaj marrëveshje dhe në shikimin e parë të kësaj marrëveshje mund të konstatohet se marrëveshja nuk ishte në favor të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Madje mund të konstatohet edhe se ishte deri diku edhe fyese për Muhamedit alayhi salatu wasallam. Mirë po, nëse shikojmë më thellë në këtë marrëveshje dhe pastaj i analizojmë edhe rezultatet e kësaj marrëveshje, do të shohim se ishte tërësisht marrëveshje në dobi dhe në favor të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Andaj sot do të flasim për rezultatet e kësaj marrëveshje dhe dobit që solli kjo marrëveshje tek Muhamedi alayhi salatu wasallam dhe shokët e tij. Të nderuar shikues, fillimisht Allahu i manduar pas kësaj marrëveshje zbriti surën El-Fath. Sura El-Fath është surja që flet për një çlirim, që flet për një arritje dhe sukses. Inna fatahna laka fathan mubina. Ne o i dërguar i Allahut ta mundsuam ty një fitore të madhe, një çlirim dhe fitore të qartë, një ngallënim dhe triumf të pashembullt. Andaj Allahu azza wa jall, sipas shumë dietarëve të tefsirit, e konsideroi dhe e gjykoi dhe gjykimi i tij është i drejtë marrëveshjen si diçka triumfuese, si diçka ngallënimtare për Muhamedit alayhi salatu wasallam. Dhe nuk mund të ishte ndryshe, për faktin se Muhamedi alayhi salatu wasallam, të nderuar shikues, sikur që kemi përmendur vazhdimisht, ai nuk bënte asgjë pa udhëzimet e Zotit. Veçanërisht në situata të këtilla që padyshim bëhe fjalë për hapa të rëndësishëm dhe vendime shumë të serioze, shumë të rëndësishme për të ardhmen e thirrjes dhe shpalljes dhe vetë misionit e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Normalisht nuk u pajtuan sahabët me këtë marrëveshje, por padyshim nuk e kundërshtuan pejgamberin alayhi salatu wassalam. Për faktin se konsideronin se pejgamberi sa ndoshta për shkak të paqes, ndoshta për t'i kursyer sahabët nga konflikti për një marrëveshje. Kur e kuptuan se kjo është pikërisht edhe udhëzimi i Allahu xhallahu ala, padyshim të gjithë u pajtuan rreth kësaj. Madje Omeri radiallahu ta'ala anhu shumë vite pas vdekjes së pejgamberit alayhi sallam e përmendi se ai vazhdimisht agjeron dhe falet natën në mënyrë të veçantë, domthonë agjerimi i tij nafile për Zotin dhe namazi natës për Zotin që është pjesë përbërëse e adhurimit të tjerë, diçka tjetër. Mirë po kishte edhe një sasi të caktuar të këtyre adhurimeve që ai e bënte si një lloj shpagimi dhe kërkim falje para Allahut për kundërshtimin që e bëri atë në ditën e marrëveshjes së Hudejbes. Omeri larg asaj radiallahu anhu nuk e kundërshtoi pejgamberin sa, por donte që të jepte shenjat e qarta pejgamberit alayhi sallam se mos prano lëshime të këtilla nga simet e gatshëm edhe për ballafaqim. Nga se e din Omeri radiallahu anhu se nga njerë pejgamberi i kursonte sahabët. Nga njerë pejgamberi alayhi sallam ndoshta vepronte edhe sipas parashikimeve të tij. Dhe kur u sigurua Omeri radiallahu ta'ala anhu se fjala është për shpallje dhe se marrëveshja është pjesë e shpalljes, padyshim që u gjunjëzua përballë të gjykimit hyjnor dhe e pranoi pa asnjë kundërshtim dhe asnjë kontestim marrëveshjen në Hudejbie. Të nderuar shikues, marrëveshja në Hudejbie domthonë solli rezultate shumë dobipruese për Muhamedit alayhi sallam, por edhe kishte dobi edhe për këtë besimtarët edhe për ne sot që mund të përmendim në vijim të këtij trajtimi sonte inshallah. Fillimisht ajo që dua ta përmend është se marrëveshja dhe paqja nuk është dobësi. Kur njeriu bën marrëveshje dhe paqe me armikun, me kundërshtarin, nuk është kjo dobësi, sikur që falja nuk është dobësi.
Por kur njëri bën këtë për shkak se mund të jetësohen interesa të mëdha, është më e dobishme paqja se sa lufta. Atë në këtë rast paqja është mençuri, paqja është larg pamësi dhe larg asaj të jetë dobësi. Po ka situata kur ndoshta paqja e parakoshme dhe paqja që është një lloj dorëzimi është dobësim. Por të nuk ishte kështu. Pejgamberi alayhi sallam nuk u dorëzua, por ai në shkoi një marrëveshje që e dinte me udhëzimet e Allahut se kohëzgjatja e marrëveshjes dhe ulja e armëve do të ishte në dobi të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu ajo që duhet përmendur këtu dhe kemi aluduar në këtë takimin e kaluar se pejgamberi alayhi salatu wasalam të nderuar shikues do të thotë para se me e nëshu marrëveshjen i bëri disa kompromise. Domethënë e fshiu fjalën Resulullah i dërguari i Allahut dhe tha shkruaje Muhamedi i biri Abdullahut. Pastaj fjala Bismillahirrahmanirrahim nuk e pranon të plot, po tha Bismikallahumma, me emrin tënd o Zoti jon, sikur që e kishin tradit të fillonin me letra Qurayshit e Mekës. Dikush mund të thotë ja pejgamberi sa edhe fjalën Resulullah hieku kështu me radhë. Kjo është formalitet, kjo është teknike. Nuk është të bënte me parimet. Po pejgamberi sa nuk hieku nga parimet. Pas nuk është parimore që të shkruaj Resulullah. Ai ishte Muhamedi i biri Abdullahut. Ishte një formalitet teknik që hapte rrugë për marrëveshje. Dhe gjithashtu të fjala Bismillahirrahmanirrahim nuk është e domosdoshme gjithmonë. Mjafton Bismillah, mund të jetë marrëveshje pa Bismillah. Dhe nuk është diçka parimore që e shkeli pejgamberi alayhi sallam, por ishte formale. Kështu që ne duhet marrim nga kjo mësim të duhur se nuk duhet këmbgulur gjithsesi edhe në çështje teknike formale kur bëhet fjalë për interesa madhore. Po në anë tjetër, kompromisi që bën te pejgamberi sa në çështje të caktuara formale teknike nuk duhet të ashtë arsye të shkeljen e parimeve. Që ne të shkelim gjërat parimore, gjërat esenciale, bazike të fesë, në anë të një kompromisi që mendojmë se mund të jetë i dobishëm. Prandaj duhet që udhëzimet e pejgamberit alayhi sallam të marrim me shumë kujdes dhe mesatare të ndruar shikues. Të marrim me një mesatare të duhur. Prandaj çfarë shonte pejgamberi sa pa dhe kur shonte pa. Dhe për çfarë bënte këtë? Është shumë e rëndësishme që këtë ta kuptojmë. Edhe Çabën kur nuk e ktheu në themelit e Ibrahimit alayhis salam që se mos flasin populli Qurayshit se tashmë edhe Çabën e rrezoi apo. Nga se Qurayshit ishin maslimit Mekës, pejgamberi lakmoi që ta kthente Çabën në kufet e saj. Dhe Çabja ende pa u shpall i dërguar e sa si i dërguar pse një rënim si pasojë e vërshimeve që erdhën në Mekë. Dhe Qurayshët e Mekës e dinin se kjo është shtëpia e Zotit dhe nuk mund të rindërtojnë me para që ishin të dyshimta. Shikoni, ishin idhujtar, mirë po e dinin se xhamia bëhet me halal, edhe kurbani bëhet me halal, edhe haxhi bëhet me halal. Adhurimi duhet bërë me halal. Të qartë. Dhe filluan të mbledhin parë halal që kishin, por nuk ju dolën. Dhe një pjesë e Çabës mbeti e pa kompletuar. Dhe ajo pastaj u rrethua me një rrethoj që të kuptoj se edhe kjo është pjesë e Çabës, por nuk është e ndërtuar me muri të veçantë, e që është pjesa që quhej Hijru Ismail. Mirë po pejgamberi kur e qëlloi Mekën pat mundësi me rindërtuar në themelit e saj. Mirë po u kujdes për ndjenjat e Qurayshëve se mos po keq kuptojnë se tashmë se edhe Çabën për rrezane, për ronanë, po bën probleme, andaj me që ishin të njohur ende në Islam, kishin pak nevojë për të forcuar, pejgamberi më pati parasysh këtë realitet dhe nuk e ktheu Çabën në themelit e saj. Muslimi i Çabës në themelit e saj të ndërrozur nuk ka një problem. Por fakti se Çabja është, tavafi bëhet, adhurimet bëhen si duhet. Andaj kthimi i Çabës në themelit e saj nuk është çështje parimore, nuk është çështje e bazave të fesë. Që pejgamberi bëri kompromis apo pati parasysh ndjenjat e Qurayshëve për shkak të parimeve, jo kështu. Pasi ndjenjat duhet pas parasysh, situatën e njerëzve duhet pas parasysh, por për gjëra që mund të jenë formal teknike. Ndërsa për çështjet parsore, për çështjet bazike, parimet elementare fetare, për këto duhet me pas shumë kujdes si po i trajtojmë, nga se shkelja tyre realisht edhe e humb gjë kuptim të çfarë do kompromisa apo marrëveshje që në emër të saj mund të thejmë apo shkelim parimet tona. Prandaj kjo çështje është shumë e rëndësishme që të kuptojmë se si duhet të menaxhojmë në situata kur kërkon ndonjë kompromis eventual apo kërkon ndonjë mirë kuptim që të heqim dorë edhe ne nga diçka që na takon si besimtar,
të jemi të kujdesshëm se ku po prekum dhe çfarë po prekum. Prandaj kjo çështje nuk është për çdo kënd të ndëruar shikues. Nuk mund njerëz të rëndom për shembull të bëjnë kompromise të tilla. Nuk mund njerëz të rëndom për shembull që nuk kanë dije të thellë fetare, nuk janë studiues të mirëfillt të shkencave islame, nuk kanë përvojë me fjalët e dietarëve, nuk kanë mundësi ata që nga përvoja e tyre personale, nga dija e tyre që nuk është dije që buron nga udhëzimet e fesë e kështu me radhë, që për shembull të flasim për kompromise, të flasim për shembull për lëshime të caktuar që si besimtar duhet t'i bëjmë në favor të qëllimeve madhore e kështu me radhë. Ne e dimë se gjitha këto janë të mundshme. Mirë, po kush është ai që përcakton? Janë dietarët, janë xhallarët e dijshëm dhe jo gjithë. Po ata që me të vërtet i njohin këto gjëra, i dinë mirë rregullat, e kanë peshorën e rregulluar si duhet me standardet e shariatit dhe me standardet e parimeve dhe rregullave dhe bazave që i përdorin edhe dietarët e mërshëm, që në fund të vinë të një përfundim se kjo mund të lëshohet për shkak të kësaj, kjo mund të bëhet për shkak të kësaj, e kështu me radhë, por kjo çështje është shumë e ndihshme. Sot fatkeqësisht dëgjojmë njerëz që marrin guximin pa dije të mjaftueshme, pa qenë ekspert, pa qenë studiues të mirëfillt të shkencave islame, marrin guximin që të flasin për shembull për çfarë duhet bëjmë ne muslimanët, ku duhet të lëshojmë pa, ku duhet të jemi me kompromis, ku duhet për shembull të heqim dorë nga diçka që ne besojmë në të, kështu me radhë. Dhe kjo është fatkeqësisht shumë e rrezikshme. Andaj jemi të kujdesshëm dhe arsyetimi i të tillëve me përvojat e kësaj natyre sikur Hudejbia ose për shembull Çabeja ose çfarëdo situate tjetër në kohën e pejgamberit alayhis sallam është padyshim përdorim i pavend i argumenteve, nga se pejgamberi nuk shkeli parimet, mirë po hoqi duke nga një formalitet që nuk i bën të dëm fare fesë as parimeve fetare. Kjo është temë gjatë, mirë po e përmenda veç në kuadër të dobisë që ka të bëjë me çështjen e Hudejbjes, nga se këtu pejgamberi është e vërtetë që lëshoi pa, mirë po në çka ka lëshuar pa? Në emërtim, në formalitet, në shkrim të caktuar. Prandaj gjitha këto nuk janë të nivelit të parimeve apo bazave të fesë. Sidoqoftë, se i përket të ndëruar shikues, tash se i përket dobive që dalin nga apo rezultatet që dolën nga kjo marrëveshje, këto janë të shumta. Unë do t'i përmend disa pyetje. E para është se para marrëveshjes në Hudejbie, respektivisht para luftës në Ahzab, kur kemi përmend luftën e Hendekut apo Ahzabit atje, kemi thënë se pas luftës tha pejgamberi e tash ne i luftojmë ata dhe ata nuk na luftojnë neve. Domethënë, nuk do të presim që të na vinë në Medinë, por ne tash më marrim iniciativa vetanake për të sulmuar ata në Mekë. Dhe pas së marrëveshje në Hudejbie që ishte pas betejës në Hendek, betejës së Ahzabit, domethënë realisht Kurajshët edhe botërisht dhe publikisht pranuan shtetin e pejgamberit alayhis salam. E pranuan si palë të rëndësishme negociuese. Azin me tani e konsideronin si një palë e rebeluar që tashmë këta Kurajshët e kishin për obligim t'i kthenin në udhëheqjen dhe në sundimin e tyre. Por me marrëveshje ata i pranuan si palë. Nga se thënë, kjo marrëveshje mes këtij dhe këtij, kjo është palë e pranuar dhe kjo është e fetore. Dhe kjo është e fetore, nga se tashmë ajo që nuk mund të bëjë me luftë, vërejsht u pranua që të bëhet përmes marrëveshjes. Nuk matën mundësi që ta anulojnë misionin e pejgamberit, nuk patën mundësi që ta eliminojnë pejgamberin alayhis salam, dhe tashmë me marrëveshje ata e pranuan se ajo është një palë e rëndësishme negociuese që realisht duhet me bo paqe me te. Dhe kjo është arritje shumë e madhe. Kjo është një rezultat i rëndësishëm që ndodhi në Hudejbie. Gjithashtu të ndëruar shikues, nga dobi që dolën në Hudejbie, padyshim që janë me rëndësi me i pranë, është se u ndal lufta për disa vite. Në ndalja e luftës ishte në interes të pejgamberit alayhis salam. Nga sa që nga dita e parë u thonë se nuk ka marrë për luftë. Nuk ka ardhur pejgamberi që të bënte luftë me Kurajshët e Mekës. Nuk ka ardhur. Ai nuk ka ardhur që të derdhte gjak, ai nuk ka ardhur që të bënte konflikte me njerëz. Ai ka ardhur sikur se tha Allahu azza wa jalla, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne ty nuk të kemi dërguar ndryshe përveç që ti je mëshirë. Ti je mëshirë. Mirë, po kur njerëzit refuzojnë dhunshëm dritën, atëherë edhe një lloj detyrimi që ta pranojnë dritën është mëshirë për ta. Pejgamberi nuk i detyron që të bëjë musliman. Nuk i detyronte që të bëjë musliman absolutisht asnjëherë. Dhe nuk është absolutisht në
asnjë opsion të islamit detyrimi njerëzve që të bëhen musliman. Jo, mirë po, është si opsion që nëse dikush pengon hapësirën dhe mbyll rrugën, që kjo rrugë të hapet edhe ndoshta edhe me luftë. Për faktin se rrugën nuk bën me mbyll. Ti mundesh mos me qenë musliman. Ti nuk do me qenë musliman. Mirë po, që ti prezantohet Islami për shembull familjeve tjera të Mekës, fisëve tjera arabe, është çështje që ka drejt pejgamberi alayhi sallam. Nuk mund kurrë vendosin se ku do ta orienton te dërguari alayhi sallam thirrti. S'mundi me vendos. Unë vendos që Mekë ju s'po doni. Okej, çoni rrugën. Dhe pikërisht kur ata mbillën rrugën, pejgamberi sa u detrua që edhe të shpërngulen në Medinë, po edhe të luftonte me ta. Sepse gjitha luftat ishin sulm i Kurajshëve ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj pejgamberi asam e pranoi marrëveshjen nga se ishte gjithmonë pro ndaljes së gjakdhirës. Ishte gjithmonë në favor të paqes. Dhe u realizoi ajo që e donte pejgamberi alayhi sallam. Nga se kush e donte luftën, e donin Kurajshët luftën. Shikojmë për shembull në luftën e Bedrit të ndruar shikues, sikurse e kemi përmend. A pat mundësi të shmangë lufta? Pat mundësi. Por kush insistoi që të bëjë lufta? Insistoi Abu Jahli. Insistuan kokat dhe elitarët e Mekës. Për faktin se karavani e Abu Sufjanit që u rrezikua nga kthimi prej Shamit, ai shpëtoi. Shkoi për Mekë. Shpëtoi nga pejgamberi alayhi sallam, rregull. Dhe Kurajshët e Mekës këndon nga Mekka për me mbrit karavanin. Karavani shpëtoi. Pse erdhën në pranë Bedr? Pse erdhën në Bedr? Abu Jahli kishte dalë me ndjemallësi. Dhe kishte dalë me një arrogancë dhe epërsi që nuk donte as të kthehej në Mekë pa edukuar sipas tij. Don pa dhënë një mësim të mirë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Mirë pa e mori mësimin e mirë. Vdiq dhe u vra në Bedr dhe nuk u kthye më kurrë në Mekë. Prandaj ai pse mirë, do të them që kush insistonte në lufta? Kurajshët insiston në lufta. Kush erdhi në betejën e Uhudit? Kurajshët erdhën si hakmarë për betejën e Bedrit. Mirë, pa ata dëshmo hakmarë. Për që pejgamberi nuk donte luftë me ta. Ai për ta shmangur luftën doli nga Mekja. Se po donte luftë pejgamberi me Kurajshët e Mekës, do ta bënte në Mekë. Po nuk e bëri në Mekë, doli nga Mekja, shkoi në Medinë. Dhe kush erdhi nga Mekja në Medinë? Kurajshët. Lufta e parë Bedri afër Medinës. Kurajshët erdhën nga Mekja në Medinë. Lufta e dytë Uhudi, brenda Medinës gati. Kush e bëri këtë? Erdhën Kurajshët e Mekës dhe luftuan me pejgamberin e sulmuan si hakmarrje. Lufta e Hendekut, lufta e madhe që kemi vënë takimet e kaluara. Kush erdhi? Alatët e Kurajshëve bashkë me Kurajshët erdhën e rrethuan Medinën si një përpjekje përfundimtare për ta eliminuar dhe azgjësuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu dështuan. Në fakti që marrëveshja e Hudejbes ishte pushimi i luftës, ishte pikërisht në favor të pejgamberit alayhi sallam, nga se ai insistonte në vazhdimsi që mos të kishte luftë, por që të hapej mundësia që edhe pejgamberi ta vizitonte Çabën si gjithë tjerët. Edhe ai të komunikonte lirshëm me fiest arabe sikur të gjithë të tjerët. Nuk kërkonte diçka specifike. Ai kërkonte pikërisht atë që realisht e gëzonin të gjithë arabët e tjerë. E gëzonin fiest arabe. Çdo fiest arab që donte me e vizitu Çabën e kishte të mundshme. Kurajshët e Mekës ishin nikoqerët e këtyre vizitorëve. Dhe e konsiderojnë si nder për ta që kanë mundësi të shërbejnë haxhilierëve. Mirë, po jo Muhamedi alayhi sallam. E pse? Prandaj mundësia që tash pejgamberi do të mund të vinte në Mekë, do të mund të komunikonte, nuk ka luftë, ishte në favor të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Jashtëm nga dobitë ndëruar shikues apo nga rezultatet e rëndësishme që dolën është se u përhap Islam më të madhe. Të ndëruar shikues, marrëveshja nuk zgjati shumë. Nga se Kurajshët e Mekës e thyen marrëveshjen, sikurse do të flasim inshallah. Dhe thyra e marrëveshjes ishte më faza finale e çlirimit të Mekës. Pas sa u çlirua Mekja dhe përfundoi, domethënë, gjithçka që kishte të bënte me Kurajshët e Mekës. Ndaj nuk zgjati marrëveshja. 2 vite diçka zgjati. Mirë, po për të 2 vite, dhe u çlirua Mekja, domethënë, dhe me çlirimin e Mekës, njerëzit kanë hyrë në fe më shumë fish se për 20 vite para se të ndodhte marrëveshja e Hudejbes dhe para se të çlirohej Mekja. Ndaj të ndëruar shikues,
Njerëzit e dojnë fenë Allahut azza wa jall. Kur ka konflikte, kur ka tensione, njerëz mund të friksohen. Dhe në këtë frikë dhe në këtë panik ka mundësi pastaj nuk janë të gatshëm që qetë dhe lëshëm të dëgjojnë çfarë kërkon Allahu nga ata. Çfarë ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nëse njerëz janë të lirë, vendosin, do të shohim se njerëz lirshëm kur mund të mendojnë pa kalkuluar në pasojat e caktuara, kur realisht veprojnë sipas udhëzimeve të logjikës së tyre dhe kërkesave të natyrshmërisë së tyre, nuk mund të jenë ndryshe përse musliman. Nuk mund të jenë ndryshe përse musliman. Dhe kjo është e qartë. Dhe shihet sot në përbot. Ndaj ka njerëz që fatkeqësisht tentojnë që të krijojnë konflikte, zhurma të panevojshme, akuza, betejë komplet të paarsyeshme. Për çfarë arsye? Që realisht të krijojnë një farë klime të tensionuar që njerëz pastaj të hezitojnë që të mendojnë për çështjen e udhëzimit, islamit, praktikës islame e kështu me radhë. Po këto janë përpjekje të dështuara dhe të dëshmuara se të dështojnë, por fatkeqësisht i kanë pasojat e veta dhe ka viktima fatkeqësisht në përvoja dhe në përpjekjet e tilla. Po çdo qoftë, Islami u shpërnda shumë. Madje u bën musliman njerëzit që njiheshin si kundërshtar të mëdhtë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe lider të mëdhtë të Quraysh dhe të arabëve. Para mendoni kush u bë musliman mas marrëveshjes në Hudejbie. Kush u bë musliman? Khalid ibn Walidi. Ai që në luftën e Uhudit, ai realisht e përmbysi rezultatin e fitores në humbje në raport me pejgamberin azh dhe shokët e tij. Ai që ishte realisht një strateg hatashëm i madh, një luftar i guximshëm i patrambur, ky u bë musliman. Erdhi nga Mekka në Medinë dhe u bë musliman. Amr ibn Asi, një musliman, një nga negociatorët e fuqishëm të arabëve, elitarët e pa konkurrencë të arabëve, erdhi dhe u bë musliman tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E të tjerë emrat njohur, domthonë aso kohë u bën musliman. Fiset të tjera u bën musliman. U kthyen me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Veçanërisht pas lirimit të Mekës, veçanërisht do të flasim për lirimin e Mekës, mirë po marrëveshja e Hudejbes ishte një parathënie e rëndësishme për lirimin e Mekës. Jashtë nga rezultatet të ndrum shikuar që ndodhi është se besimtarët e kuptuan dhe ushtua bindja se në atë që thot Allahu dhe pejgamberi sa në atë dobia. Ata kishin ditë këtë edhe kanë dëshmuar faktikisht në vazhdimsi, mirë po normal, bindja një shkon do kushtu, kultivuar më tepër. Pastaj edhe më argumentet e caktuara kur vijnë, largojnë çdo dilemë të mundshme apo ndoshta hezitim eventual që mund të ndodhë. Andaj e pamë që ne e pamë që marrëveshja nuk është favorin ton. Po ja si dolën favorin ton. Pse? Dëgjon Allahu dhe pejgamberi alayhi sallam. Shpesh ne na duket në shikim të parë diçka ndoshta e parësyeshme, e pakapshme, por nëse veprojmë sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallam, shumë që më vonë çashtu të komandoj. Çish ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhi sallam. Atë që ka thënë Allahu është dëbshme, vallahi çaja është dëbshme. Asaj që i ka thënë Allahu dëmshme, vallahi çaja është dëmshme. S'ka hajër në ta. Mund të duket fillim me dëbshme, mund të duket fillim me kënaqshme, mund të duket fillim me këndshme, mirë po pasojat i ka shumë të hidhura. Për pak kohë dalin në shesh, domethënë shëmtit e asaj çështje të ndaluar që në fillim na është duke shumë e bukur, na është duke shumë e këndshme dhe shumë e mirë. Prandaj nuk duhet më marrë me formalitete, nuk duhet më marrë me anë e jashtme që mund të vezullon, mund të shkëlqen, mund të duket e bukur. Shikon në esencë, shikon në përmbajtje, çka ka pas saj, çka del pas kësaj. E atëre padyshim se shpesh në jetën tonë kena me ndryshu, vallahi kena me ndryshu qëndrimet tona, vendimet tona, veprimet tona, për shkak se mendojmë për te të jashtmes, për te dukjes. Sa të ndrosh e kohës dukja është bë sinqerisht diçka ndoshta elementare, parsore për njerëzit. Elementare parsore për njerëzit. Domthonë, çish dukem në aspektin e jashtëm, kjo më rëndësi. Ndërsa, çish dukem në aspektin e brendshëm, në kuptimin e dijes, njohurive, informatave, vlerave, bindjeve të mia, s'është më rëndësi apo. S'është më rëndësi. Për shembull të ndruar shikues, sa shpenzohet për dukje të jashtme, e sa shpenzohet për dukje intelektuale. Sa blejm libra, e sa blejm tesha. E sa blejm makijazh për të zbukuruar, e sa bëjmë këtë, e sa bëjmë sa. Ndaj, kjo është gjendja.
Kjo është gjendje që duhet me ndryshu këtë gjendje. Sa kohë dikush kalan, për shembull, për të zbukuru, për të duk bukur. Sa kohë kalan? Shumë kohë kalan. Qoftë në përgatitje, qoftë në zbukurim, qoftë në lyrje, kështu më radhë. Po, madje edhe mashkujt. Edhe pse në veçantë femrat këtë kanë më të teksuar. Për të dalë në për rrugë, për të shëtit, për të dalë me në caktuara, për të ekspozu bukurit, ta nuk din si ta vlerësosh, e veshur apo e zhveshur, nuk e di njëri. Gjitha këto pse? Për të lënë një përshtypje të mirë se po duke mirë. Gjithë ky investim në kohë, para, edhe nerva, normal, nerva në ato. Apo i pëlqej, apo i përshtypje, apo më shikojnë e kështu me radhë. Dërsa gjithë kjo energji të shpenzohej në bukurinë e dijes, vallahi, në bukurinë e shkencës, në bukurinë e njohurive, ku do të ishim? Ku do të ishte rinia sot? Ku do të ishte arsimi në shkolla tona sot? Ende të shikues, Islami na mëson që të mirë me çështje reale, dobishme. Jo, për shembull, që të mbetemi peng të dukjeve, të pëlqimeve të njerëzve. Dhe këtë jetë tonë të jetë peng e këtyre pëlqimeve. Edhe shpinë të rregullojmë, edhe veten të rregullojmë, edhe fjalë të solisim, edhe gjitha këto pse? Me thonë njerëz që po di, me thonë që po duk na mirë, me thonë njerëz që kanë shpinë e mirë. Lej njerëzit harrojnë vallahi, njerëzit nuk mirën me ty fare. Shiko çka thot Zoti xhallahu ala. Gjithmonë do të më pyet veten, mirë, njerëz çka thonë, po çka thot Allahu i mënduar. Allahu po të shë, Allahu po të përcjell, Allahu të ka në dorë vallahi furnizimi, shëndeti, gjithë e ndorë të Allahu te barekutaala. Kush të dha këtë pamje? Kush të dha këtë dukje? Të dha Allahu azza wa jalla, nuk të dha njerëzit. Por nuk të dha Allahu xhallahu që tash dalim atje edhe të bëjmë për shembull provokime të caktuara apo të bëjmë gara në dukje apo në pëlqime kështu më radh, nuk të dha për këtë. Ne dha që ta mallojmë Allahun azza wa jalla, që ta falënderojmë Allahun te barekutaala, që ti përdorim këto kapacitete, këto aftësi që Allahu na e dha në shërbim të adhurimin dhe Allahut, në shërbim të ndërtimit të vendit tonë, në shërbim të njerëzve, në përgjithësi. Për këtë Allah na i dha gjithë aftësitë tona, të brendshme të jashtme. Dhe keqpërdorimi i aftësive është padyshim një shkelje e rëndë që sjell përgjegjësi të mëdha ditën e gjykimit për Allahut mënduar. Timi të kujdesshëm. Dhe këtu marrësh Hudejbes çka? Duket atë që në aspekt njerëzim është e pafavorshme. Po si dul, e pavarshme. Nga se sikur se Allah tha, Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allahu din, ju nuk dini. Ai din çka më mirë për ne. Ai din, normal është. Dhe kjo nuk është imponim. Dikush më thon, po ne imponon çeve që thot Zoti. Po normal, nuk është imponim. Kjo është pranim logjik. Sikur se për shembull në shkollë arsimtarit të person që kanë më mësuar detyrat më, e pse gjithmonë më thon për shembull arsimtarit, e pse gjithmonë detyrat vetë ti që shpothush. Por shkak se është arsimtar, ai din më së miri me çfarë detyra duhet më ngarku, ai din. Ti je me zbatuar detyra. Është normale kjo punë gjithkohë që ashtu. E në raport me Allahun, çka kanë më mësuar Allahun azza wa jall. Kur këtë çka dim, madje është peti këtë komplet. E ajo që din Zoti azza wa jall është pa kufishme, ai din gjithçka. Ne Allahu din, ala ya'lamu man khalaq, se nuk dinë çka ka krijuar. Ai din më së miri se ajo që i përshtatet një gruaje është mbulesa e saj, dhe jo zbulimi. Ai din më së miri këtë. Ai din më së miri se ajo që i përshtatet një jetë është jeta bashkëtorë dhe jo bredhja rrugëve. Por ndërtimi i familjes dhe kujdesi për shtëpinë, dhe kujdesi për fëmijët, për edukimin e fëmijëve të përbashkët me burrin dhe gruan. Ai din më së miri çka i duhet njeriu, burrit dhe gruas. Por shpërfillja e udhëzimit të Allahut xhallahu ala, padyshim që sjell pasojë të rënda në këtë dunjë, ose të për botën tjetër. Pa ne nga marrësh Hudejbes marrim se Allahu din e ne nuk dim. Ne duhet që të adhurojmë Allahun xhallahu ala atë një udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ne do të ndroshikues nga ajo që marrim nga mësimet dhe rezultate shumëta është se imazhi i Kurejshve u dobësua para arabëve. Domthon arabët kishin syt ka Kurejsh të Mekës. Këta populli i zgjedhur i Zotit, Zoti e ka shkatëruar Ebrehen atëherë në fillim para se me lind pejgamberi apo atë vet kur lindi pejgamberi me atë ushin e elefantave që i rrimërdu qabën dhe Allah i shkatroi për mbrojt Kurejshit. Ky është transmetimi që Kurejshit e kishin gatuar dhe përhapur mes arabëve, duke menduar se Allahu shkatroi qabën për shkak tyre. Allahu shkatroi kundërshtarët e qabës për shkak të Kurejshve, jo për shkak të Kurejshve, për shkak të
shtëpisë së tij, për shkak të adhurimit ndaj Allahut Azza wa Jall, për shkak se do të lindte një fëmijë në Mekë, e do të rritej në Mekë, e do të bëhej pejgamberi i Allahut, e pastaj nga aty do të fillojnë thirrja. Allah kishte caktime të tjera nga ato që ndryshe nga ato që mendonin kurreshtë e Mekës. Mirpo kurreshtë e Mekës më ishin kujdestar të qabës, me respekt madh nga arabët. Tashmë kur apo që po dorëzon kurreshtë e Mekës, po pranojnë negociata me pejgamberin, e pranuan si palë. Domthon tashmë situata veç fillon të lkundej, veçanërisht kjo u rënua tërësisht pasi që u shtirua edhe Mekja. Dhe gjithashtu sikur që e përmenda të ndëruar shikues se marrëveshja në Hudejbije ishte, domethënë, një parathënie, një parahyrje e rëndësishme për qërimin e Mekës. Zatën në aspektin e ngjarjeve, domethënë, nuk do të mund të çlirohej Mekja pa marrëveshje në Hudejbije. Në Hudejbije përgatiti terrenin më të madh që të çlirohej Mekja. Se edhe, domethënë, ardha e pejgamberit tek Kabeja dhe pamundësia me në Kabe, ja dha arsyen që tashmë të vinte edhe ta çlironte Kabën. E shumë të tjera që dolën rreth nga marrëveshja në Hudejbije. Veçanërisht kur kurreshtë e Mekës e thyen marrëveshjen, nëse nuk ju përmendën kushteve që vet i kishin domethënë kushtozuar në marrëveshje me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Prandaj ishte një ngjarje e madhe nga rezultate mëdha të marrëveshjes në Hudejbije ishte çlirimi i Mekës. Dhe ky është rezultati më i madh nga gjithë që kanë ndodhur, nga sikur që përmana pas çlirimit të Mekës, domethënë padyshim se njerëzit filluan të kthehen më të madhe në fenë Allahut te bartën. Sikur të thotë inshallah kur ta përmanim, domethënë kur ta përmanim çlirimin e Mekës. Gjithashtu të ndrum shikues nga rezultatet, po edhe nga dobitë e mëdha që mund t'i marrim nga kjo është se besimtarët e morën edhe një dozë të rëndësishme të edukatës në raport me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Një dozë të madhe të edukatës me pejgamberin alayhi sallam. Unë kujtohet kur e kam përmendur atëherë në takimin e kaluar se ata kishin ardhur nga Medinia për ta bërë umrën në Mekë. Dhe ishin të veshur me petkun e umrexhiut, me ihrama, dhe kishin me veti kurbana për të therrur tek Kabeja. Pejgamberi kur bëri marrëveshje dhe në marrëveshje domethënë shënonte se këtë vit nuk mund të bëjnë umre. Kthehen në Medinë e tek vit në ardhshëm kthehen për të bërë umrën. Domethënë pejgamberi më tha që prish në umrën. Domethënë qethuni dhe kthehuni në tesha të rëndomta. I po shokët e pejgamberit nuk e bënin këtë. E kam thënë takimin e kaluar, jo nga kundërshtimi, larg asaj. Por nga shpresa se mos vallë po ndryshonte situata, ata do të mbeteshin pastaj pa umrën. Derisa Ummu Salama i tha pejgamberit, o i dërguar i Allahut, del vet. Çati flokët, ja ke hiramin dhe hyn tendën tënde, ata do ta bëjnë një sikur se ti. Dhe kështu ndodhi. Kur doli pejgamberi alayhi salatu wasallam, të ndruar shikues, dhe e bëri atë që kërkonte nga ata, por e bëri vet, njerëzit u bindën. Dhe këtu ka një edukat, domthonë që e mësojmë të gjithë ne të ndërshikues se vepra flet më shumë se fjala. Vepra flet më shumë se fjala. Edhe pse ishte autoritet i pakundërshëm pejgamberi alayhi salatu wasallam, megjithatë vepra e tij ishte dëshmi më e fuqishme se sa fjala. Fjala jo që nuk besonin fjalë, por fjala mund të jepte mundësinë që të ndodhë diçka ndryshe. Kur e pan pejgamberin sallallahu që ai u qeth dhe ai e anuloi umrën, atër padyshim se të gjitha ata të tjerë pastaj vazhduan mas pejgamberit alayhis salam dhe domthonë u qethën dhe e ndjekën pejgamberin alayhis salam. Prandaj të ndroshë shikues edhe në edukim me fëmijët tanë, edukim me të tjerët e kështu me radhë, duhet të jemi të kujdesshëm në sjelljet tona, duhet të jemi të kujdesshëm në fjalët tona, në veprat tona, në komunikimin tonë mes vete. Mesela mes bashkëtarëve, për shembull, komunikimi i bashkëtarëve mes vete, respekti i tyre ndërsa mes vete, çon mesazhe shumë të fuqishme dhe të rëndësishme tek fëmijët. Kur një bab, për shembull, e respekton gruan e tij, nënën e fëmijëve të tij, e nderon, respekton, i flet fjalë të mira, është mirënjohës për shembull për punën e saj, kjo çfarë mesazhi që fëmijëve?
Mesazhe të fuqishme edukative për ta dashur babën, ka sa po e respekton nonën, dhe për që ata mirënjohës pastaj dhe të kujdesshëm me prindët e tyre. Kur një nën për shembull në raport me fëmijët e saj e respekton burrin e saj, domthonë babën e fëmijëve, fëmijët e saj e nderon, e respekton, dëgjon, domthonë kujdes në komunikim e kështu me radhë, padyshim se kjo janë mesazhe të fuqishme tek fëmijët, ma tepër se kush e di sa ligjërata, mësime, libra që mund të lexojnë. Kështu është edhe pastaj jashta familjeve tona. Prandaj të ndëruar prindër, mësues, hoxhallar, politikan, të gjithë që jeni realisht një lloj modeli, shembulli për njerëzit, që njerëzit i kanë syt ka ju, kujdes në fjalët e juaja, kujdes në sjelljet e juaja, kujdes në raport mes juve. Nëse realisht mund të përcjellni mesazhe shumë të bukura edukative me fjalët e juaja, por mund t'i rënani dhe t'i zgjersoni gjitha këto me veprat e juaja, Pra ne kam përmendur në raste të ndryshme të shikues se sa është domthonë realisht e dhimbshme, sa është e pakëndshme mos të më shëmtuar kur për shembull në TV apo në Parlamentin e Kosovës për shembull dëgjojmë fyrje, sharje, nënçmime nga deputet që realisht janë të zgjedhur të popullit, nga politikanë që flasin fjalë shumë banale për një tjetrin. Po kjo mund të jetë pas edhe normalisht në këtë sfera tjera, të hoxhallarët, të gjitha ata që janë shembull dhe syt i kanë njerëzit ka ata. Prandaj të sillemi me më shumë përgjegjësi, më shumë kujdes, nga se pas nesh mund të shkaktojnë pasoja të pariparueshme në raport me ata që na dëgjojnë, na respektojnë, na ndjekin, na përcjellin, i kemi domethënë si apo na kanë shembull të rëndësishëm për jetën e tyre. Prandaj pejgamberi alayhi sallam ishte gjithmonë shembull edhe praktik i tërë asaj që u thonte edhe me gojën e tij apo. Edhe në këtë rast pejgamberi u tha me gojë, por pastaj doli edhe praktikisht e prishi umrin e tij dhe ju tregoi se ajo që thash me fjalë pikërisht ka qenë në rregull dhe ja tashmë po e dëshmoj edhe me veprat e mia. Andaj të ndërmos shikues, shikoni për shembull gjitha këto dobi që i përmendëm në shumë të tjerë që mund të përmenden, dolën nga çfarë? Dolën nga një marrëveshje që mund të konsiderohej formale apo e dëmshme për besimtarët. Po ja, shikoni se sa dobi erdhën nga marrëveshja në Hudejbie. Sikur që e kam përmendur, ka dobi tjera të shumë të rezultate pozitive të rëndësishme edhe në aspektin politik, ekonomik, strategjik, fetar, në gjithë aspektet rresht përfituar muslimanët nga marrëveshja në Hudejbie. Dhe sikur të dinë në Kurajsht e Mekës, se ndoshta kështu do të ndodhte, ndoshta nuk do ta nëshuarin edhe pse nuk kishin të tërë zgjidhje, për shkak se kishin provuar fronte të luftës dhe në gjitha ato fronte kishin dështuar përkundër përgatitjeve të shumta dhe e përsisë së vazhdueshme ushtarake mbi Muhamedit alayhis salam, mirë po e përsisë ushtarake nuk garanton fitore gjithmonë të ndorë shikues. Ka faktorë tjerë që fatmirësisht domthonë përcaktojnë shpesh herë fitoren për te forcës ushtarake, nga se mund të jetë dikush në përsi me forcë ushtarake, por i padrejt, mund të zullumçar, pushtues i keq dhe mund të shtyp njerëz në vazhdimsi. Por jo gjithmonë forca ushtarake është përcaktuese e gjitha rezultateve të betejave apo përleshje mes dy palëve. Prandaj duhet më siguru gjithmonë dhe më punu gjithmonë për përgatitjet mjaftueshme ekonomike, strategjike, politike, ushtarake, arsimore, gjitha ato që realisht garantojnë një ndërtim të mirëfillt të shtetit, ruajtje të lirisë, sigurisë tonë, këtë më rëndësi, mirë po nuk duhet me harru vlerat tona. Nuk duhet me harru respektin, dashurinë, solidaritetin, nuk duhet me harru turpin. Turpi ka qenë pjesë përbërëse e shoqërisë tonë. Turpi po flas me kuptimin e drejtë të fjalës, jo turp që për shembull të nënçmon për buzë, privon nga mësimi e kështu me radhë, jo kësi turpi. Turp me kuptimin e plotë të fjalës. Një turp që të pengon nga veprat e pajishme, një turp që të pengon nga shkelja e marrëveshjes, premtimeve, një turp që të ndal nga punët e dyta, një turp që të bën përgjithshëm e kështu me radhë. Turpi është shumë e rëndësishme. Dhe sot fatkeqësisht tema e turpit është nga temat më të shpërfillura dhe konsiderohen nga temat që më shumë t'i bëhet zullum është turpi. Ne duhet që të flasim për turpin, të edukojmë fëmijët tonë, vajzat tona, djemtë tonë në parimin dhe vlerën e turpit. Prandaj edhe këto më rëndësi, madje shpesh vendimtare për funksionimin e tyre të parave që i ceka në fillim që janë më tepër të natyrës materiale. Mos të harrojmë se besimi në Zotin Azza wa Jall,
ndjekja e udhëzimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe gjithashtu të vlerat e tjera që dalin nga shpalla e Allahut te bartuna janë vendimtare vallahi për të ardhmen tonë, për ta gëzuar edhe lirinë dhe gjitha begatit që kemi, nga se përndryshe mund të shndrohemi në mekanizma motorik që lëvizin pa kuptim në jetë, pa ndjenja, pa shpresë, vetëm me domethënë kërkesa të vazhdueshme për të përmbush epshin ton, por pa kuptime madhore dhe pa jetësim të vlerave që realisht gjithmonë i kanë dhënë kuptim edhe mirësive, por edhe sprova që kemi kaluar nëpër to. Prandaj rasti i Hudejbes është një rast me të vërtetë shumë i rëndësishëm, shumë frymëzues që ne jam mundësi të kuptojmë shumë gjëra për jetën tonë, sikur që edhe gjitha ngjarjet e tjera nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Në ndërkohë shikues me që pjesa dërmuese e emisionit veç kaloi në këtë pjesë, unë dua të mjaftoj me kaq personte, për që pjesën e dytë që zakonisht është e rezervuar për të lëvata me juve, do ta komentojmë inshallah në një emision tjetër, sikur që këtë e bëjmë zakonisht. Allahu xhallahu ala uzot në rrugën e drejtë, Allahu na lësë zot në rrugën nga çdo e keqe, nga çdo fatkeqësi, çdo kush që punon kundër neve, çdo kush që punon kundër lirisë tonë, vendit tonë, kundër rinisë tonë, të ardhmës tonë, kurrë që punon kundër vlerave tona e familjes tonë, na rujt Zoti nga sherrri i tij. Na mbrojt Allahu nga kurthat e tyre dhe nga gjitha nismat e tyre dashakeqe. Dhe është Allahu xhallahu që në vendin tonë të mbretënon mirëkuptimi, dashuria, toleranca, bashkëpunimi ndërsjellët dhe ta ndërtojmë këtë vend me mësimet e udhëzimet që ne i lënë të parën tonë me besim në Allahun dhe ndjekjet e gjurmëve të Muhamedit alayhis salam dhe pejgamberët e tjerë të Allahu xhallahu ala që realisht i dërgoi Allahu për të përmirësuar njerëzve jetën dhe për të mësuar që të jetojnë bashkë dhe të ndërtojnë së bashku të ardhmën e tyre dhe të kalojmë në këtë dunjë faqebardh e të dalim nesër ditën e gjykimit të Allahu faqebardh, të suksesshëm dhe me shpërblime të mëdha për Allahut mënduar. E për mëkate eventuale, nga se jemi mëkatar, padyshim bëjmë mëkate, lutem Allahun xhallahu ala që Allahu na i falë mëkatet tona, na përmirëson gjendjen, na udhëzon në rrugën e drejtë dhe të na jap mirësi në këtë botë dhe mirësi në botën tjetër, dhe Allahu na ruaj nga hidrimi dhe nga dënimi i tij. Të nërë shikues, kaq personte, u takofshim me të mirën takimit të ardhshme, Zoti ju urojë kudo që t'jeni. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.